秋は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンShumë vite më parë, magjistari I madh Eno Ozuno solli në jetë një shpirt mbrojtës të fuqishëm, të quajtur Zenki. Ozuno e përdori të madhin Zenki për të mbrojtur botën nga krijesat djallëzore. Tani që kërcënimi I të keqes paraqitet dhe një herë, I pamposhturi Zenki ringjallet përsëri. Anxho, mua më duket se zemra jote të ka turbulluar si shumë këto kohët e fundit. Më vjen me të vërtet shumë keq. Unë nuk jam duke të qortuar ty, por mendoj se diku brenda zemrës ekziston një dëshirë e cila nuk është dëshira e Karumës. Po. Do doja ta dija se çfarë është duke I thënë mbretëresha Karuma. Ndoshta ajo është duke e qortuar për dështimin e saj. Ja, tani Gola, nuk dëroj dot të jem dëshmitar I xhelozisë së një njeriu tjetër. Ti nuk je mirë, Golan, unë nuk jam xheloz. Të lutem, më fal, të lutem. Mos u shqetëso. Ne thjesht jemi duke rizgjuar fuqitë e fshehura që ndodhen thellë brenda teje. Fuqitë e mia të fshehura. Anxho, nga 3 shërbëtorët e mi ti je më e fuqishmja. Koha do të vi shumë shpejt dhe ne do të kemi nevojë për ato fuqi. Por tani për tani, ti duhet ta çlirosh veten tënde nga dyshimet që ke dhe të bëhesh gati për mundësinë tjetër që do të vijë. Por çfarë është duke ndodhur kështu? Çfarë po I bën mbretëresha Karuma Anxhos? Mos u shqetëso, Anxhos do t'i japi edhe një mundësi tjetër. Fuqitë e fshehura brenda meje, çfarë mund të jetë? Po më shfaqet përsëri ai burr. Unë duhet I largoj nga mendja gjithë këto mendime të këqija përgjithmonë. Dana hada mini mava hona hava hani dini dini mana mini mana hana huna hava gava mina mana mana hina. Ha! Shpirti I erës u ngrit nga flakët e zjarit. Mos ndoshta kjo është një fuqi tjetër e fshehur. Kjo është e çuditshme. Unë I mbylla të gjitha dritaret. Është ftohtë. Gjyshe e gëzuar vitin e ri. Përshëndetje Çaki që n'ke zgjuar herët. Sigurisht, është fest. Zoti Ozuno, të lutem ndihmoje këtë fëmijë. Përshëndetje Çaki. Duket qartë që ti ke nevojë për ndihmën time këtu, ndërsa je duke I shërbyer të tjerëve. Do ta diash
shumë për nder. Asnjëri nuk ka shprehur dëshirën për të më ndihmuar gjatë vitit të ri. As edhe një. Edhe unë që rria dhe pyesja veten time se çfarë mund të ishte kaq urgjente. A mund të jepni një ju lutem? Oh! Pra, fitimet që nxjerr gjatë vitit të ri parashikojnë të ardhurat gjatë vitit. Me qëra fjala, ku është ëngjëlli yt mbrojtës? Si ka mundësi që ai s'ka ardhur për të punuar me ty? Ai mistreci i vogël. Sa herë duhet të ta them që po nuk punove, nuk e për të ngrënë, po ti nuk merresh. Sa më të them, Çaki, më lëshoj. Ej, më dëgjoni, në vendin e shenjtë të Enos, vetë ëngjëlli ynë mbrojtës do t'ju shes ju sende pacielce. Ej, ani hidhi në një sy. Ej, mos të prekni që të rëndimoj. Kjo kafshë të mërshme, më kafshoj. Nëse ky është mbrojtësi ynë, është e sigurt se do të kemi një vit të tmerrshëm. Morej met! Përshëndetje Çaki, si po ja kalon, ke shitur gjë? Prift, çfarë pas ke veshur kështu? Se po më shikon ashtu? Ti je shumë xheloze sepse ti nuk ti rrëmbesh zemrat e njerëzve me drita. Çfarë është? Çfarë është ajo? Ky bajashi ç'bën kështu duke lëshuar balonat kur nuk ka njerëz marrje? Të lutem e më zgjidh. Mjaft parësi i marrë, kjo stërvitje është e rëndësishme. Ti duhet të ndihesh i bekuar që je duke bërë punën e Budës. Po mos haro që kam frikë nga lartësit. Mjaftu ankove tani. Kjo është qendra e urdhrave, është qendra e urdhrave. Ngrija të më lart, lutem. Këtu po ju flet kontrolli, e kuptuam urdhrin. Ngrijeni më lart. Në rregull. Më duket sikur kemi për ta humbur. Kam dëgjuar se mund të bëni mrekullira për të kaluar provimet. Po, mund të kaloni nga kjo ana këtej. Të ndihmosh të tjerë duhet të jetë shumë e rëndë për perëndit tuaja. Pse duhet të bini kaq poshtë fundit? Nuk e kuptoj këtë. Mjaftu solle kështu se na bezdise. Un po iki fare, shihemi më vonë soma. Sa fëmijë që është. E di. Ti po bën shumë provime pranimi, Mendon se Mimi im i vogël do të pranohet në një shkollë private? Po, unë i kam dhënë atij një bekim shumë të veçantë, s'ka problem. S'është e mrekullueshme kjo? Po, mami, por këto po thonë të njëjtën gjë që na thanë te tempujt e tjerë. Le të shkojmë në një faltore tjetër. Patjetër. Mirupafshim, faleminderit. Ej, zonjë, përse nuk vjen dhe te faltoria ime po ashtu, Do kalojmë andej më vonë. Ej, zonjë! Sot, të gjithë vendet që shesin ushqim janë të mbyllura sot. Dhe Çaki po ruan të gjithë ushqimin në shtëpinë e saj, kështu që s'mund të marrë ndonjë gjë për të ngrënë atje. Çfarë s'do bëja për farat e liksis në këto momente? Nuk po e kuptoj se çfarë të mire ka e gjithë kjo gjë. Dua të them që festa e vitit të ri është shumë e mërzitshme. Ku do të shkosh tjetër? Mami, unë dua të shkoj atje, mirë? Në rregull, zemër, le të shkojmë atje. Pyes veten çfarë ndodhi, çdo gjë papritur u zhduk. Është vit i ri, kjo është e çuditshme. Hej, ku ishit juve? Ku shkuat bashkë me të gjitha dëshirat tuaja, Ku shkuat? Ju kaj, edhe vend yt. Po, është gjëja më e çuditshme, unë nuk shita asnjë send fatësjellës. Kjo nuk është gjë e mirë. Ju aty, Juve isha duke ju pritur, Kjo këtu është zonja e provimeve. Ju, se keni parë ende vendin tim të shenjtë apo jo? Jani. Provimet? Ne nuk kemi më nevojë për ato, si thua vogëlushi im Mimi dashur. Po, patjetër, mami. Pra tani, vetëm sa ti dhni një monedhë të vogël në kutinë e dëshirave, apo jo? Kjo s'është gjë e mirë. Më duket tamam sikur dikush i ka nxjerrë dëshirat jashtë tyre. Ç'është kjo? Çfarë pas ka ndodhur kështu?
Çfarë pas ka ndodhur? Ky vend I shenjtë mendoj se ishte mbyllur disa vite më parë. S'ka rëndësi. Vazhdo përpara, Chucky. Çfarë është kjo? Qyshe sake, shikoj këtë plak. Kjo është para e ligësisë. Çfarë po ndodh kështu? Shpresoj që biznesi im të jetë sa më I gjatë. Unë duhet të shkruaj më shumë. Mjaft më. Duhet të shkruaj më shumë. Atyre ua kanë larguar dëshirat me anë të pllakave të dëshirave. Këto janë punët e Karumës. Kush jeni ju dhe çfarë po bëni këtu? Tregojeni veten se kush jeni. Kam kohë që po të pres voglushe. Shiko, Timi, balona ime po fluturon më lart. Jo, pra jo është balona ime. A, çfarë thoni kështu? Nuk e shikoni që imi është ngjitur më lart. Hej, Tim, a kthe balonën time mua? Ej, mbyllë gojën tjore që ka pik. Ku ti ta mbash ti balonën, ti s'ti fare? E marrë e mira. Më duke se kjo është aroma e farave të ligësisë, unë ndjej. Në rregull. Farat e ligësisë për këtë vit, Samir. Riktheja jetën të gjithëve. Si është puna? Nuk do të thërrisni angjëllin tuaj mbrojtës voglushe? Nuk ka nevojë të më thuash ti çfarë të bëj. S'ke punti të ndrysh të punte mia, e kuptove? Puti gulat. Më duket se tani jemi gati që të gjithë. Do të fillosh ti, dëshirat njerëzore mbledhen këtu. Tani është kohë e dur për ty që të sërmosh hapur. Janë tani bisha të liga, të fugaj! Kështu papritur të gjithë po kthehen në bisha të liga. A nuk pushtojnë qenjet njerëzore ata? Gjithë ato dëshira që ai kishte mbledhur I thiri, por nuk mjaftonin për të krijuar farën e ligësisë. Chucky, nuk është momenti për ta lënë mbrojtësin tënd të lirë. Unë tani zgjoj angjëllin mbrojtës. I çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forcat e natyrshme ringjallën Senki. Mbrojtësi Zenki u ringjall përsëri. Pritë këto bisha ligë! Si është e mundur e gjithë kjo? Prit një minutë, Zenki. Ai po merr një formë fizike që është krijuar nga shpirtrat e lig. Nuk ka asnjë mënyrë se si ta sulmojmë. Oh, mos! Përpinë që është mbledhësi I dëshirave atëherë. Atëherë çfarë? E vetmja mundësi që kemi është të shkatrojmë pllakat e dëshirave e cila do ta zhduk atë. Po, ke të drejtë. Po! Shpata magjike! Bindi urdhrit tim! Po kjo si ju duket, Fara e ligësisë duhet të jetë diku këtu rrotull. Ne nuk do të jemi në gjendje të fitojmë derisa ta gjejmë atë. Ke të drejtë, po ku mund të jetë? Ju kërkoj të ma lini mua këtë punë. Ndalo, ma lër mua atë! Mjau!
Hajde më kthej prapë se çisha, e kupton çfarë po të them. Do të kishim bërë copë çike, di këtë? Bëre gojën po të them. Se ku zotë më nxjerrësh para kundërshtarit tim si budalla, ë? Mbrojtës i shpirtëror më i fortë të gjithë botën, kurse unë duhet të kthej shpirtin. Met, do të vdesësh? Jam i pavdekshëm. Gjithsesi. Qetësi! Ai po vjen. Ne nuk kemi mundësi për aq kohë sa ai ka pllakën e dëshirave. Vetëm nëse Zenki do të fluturonte. Zenki lufton me një forcë të pabesueshme. Doni apo s'doni, ai ka aftësi të mbinatyrshme. Ke të drejtë. Më lini rehat. Njerëz ka mundësi të më lini rehat. Prit një minutë. Fletushkat e tua janë këto prift ju kaj? Fletushkat e mia? Kërë Bajashi, çfarë je duke bërë akoma aty lart i varur, e? Ej, për te prith më theqa! Ai pa pjekur, nuk e kupton që pisha e Liksis po vjen, zbrit shpejt këtu. E gjeta. Chucky nxito dhe transformoje Zenkin. Çfarë por? S'ka vlerë të përpiqemi të ndalojmë Zenkin. Un kam një plan të mirë. Ne nuk kemi kohë të humbim. Ata janë shumë të shpejt. Ti pisha aty! Në s'kam për t'ja mbathur dhe zotë fshie më, e kupton? Ke ndërmend të luftosh ashtu? Gati, Zenki! Unë tani e zgjoj angjëllin mbrojtës! I çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete! Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të minatyrshme e ringjallën Zenki! Nxito, Chucky! Në rregull! I poshtër! Sa i padobishëm që është. Çfarë? Çfarë është kjo, Motër e madhe, a je sigurt për këtë plan? Ju ka i mjaft të shqetësove. Mjeshtër Rozuno do t'i mbroj ata më së miri. Mjeshtër Rozuno? Golan, të erdhi fundi! Ja! Do të t'jap një mësim të mirë. Kape këtë! Ki kujdes, Chucky, duhet të mbash fort aty! Dhe dëgjo pasardhësja ime. Që nga mjeshtri Rozuno përsëri. Ka ardhur koha përsëri për të treguar fuqitë e fshehura. Hapi sytë e zemrës tënde dhe këndoj psalmet magjike që vijnë tek ti. Shpirti erëseja! Unë përdora magjin për shpirtin e erës. Shumë mirë. Dhe tani, Chucky, ti duhet që të na afrosh më afër me të. E drejt! Sa keq që më vjen. Soma! Tani, Chucky, bëje tani! Zenki! Prit një minutë. Është e imja! Forca!
Unë do të them. Të lumt, Çaki. Çfarë mendon se na ndodhi kështu neve? Duket që të gjithë janë kthyer normalitetit. Më në fund, mbyllje e lumtur. Ua, sa bukur! E shiko se Unë ju thash fëmi se sa për fluturimin e balonave, unë jam i miri në botë.